Me fitore fazën e tretë profesor Urime. Faleminderit. Pak e vështirë, por e vështirë. merituar sipas jush? E vështirë. Po tjetër që e meritum dhe në pjesën e dytë ishim pak më të kthjellët, mund të shënoshim edhe golin e dytë, pavarësisht se i lëm Ignatius çarkullimin e topit. U rujt me mjaft mirë në fazën mbrojtëse, nuk na rrezikunin përveç disa gjujtjeve nga larg, ishim e djem vujtën, por disiplinën në fund e kishin maksimum, kjo është gjë që më gëzon, dhe natyrisht një ndeshje e tillë me kryesuesen, gjithmonë të rëndësishme janë 3 pikë këta ndeshje, nuk është se duhet mu luajt shumë, duhet mu fitu, sepse janë të rëndësishme pikët. Është një lloj konfirmimi profesor kjo fitore me Ignatian për vazhdimsi. Të mu më gëzon fakti që lojtarët e damtuar po kthehen. Normalisht nuk janë në gjendjen e tyre që duhen me kanë, por derisa s'kan dhimbje, kanë bërë stërvitje me grupin, kjo është ajo gjë që më gëzon. Thashë janë të rëndësishme pikë, sepse forma e tyre do rritet nga dita në ditë, por ndeshjet janë shumë shpejt dhe duhet kemi shumë kujdes me ngarkesat, sepse thash vinë nga dëmtimet, po marrin gjendjen, nuk duhet i sforcojmë të fusim para kohët në lojë, sepse mandej dëmtona shumë. Sa rëndësishme është edhe në aspektin psikologjik, profesor, kjo fitore ndaj Ignatius, duke qenë se keni dëshmuar superioritet në 3 sfidat, në këtë kundërshtar që mund ta keni sërish kundërshtar në final. Jo, ne faktikisht me kundërshtar direkt jemi më nelt, si më them edhe me Dinamon jemi njësoj, me Ignatin jemi më mirë ne, me Elbasanin jemi barazim, ne kemi lënë pikë me ekipet e tjera, por thash, shumë e rëndësishme është kthimi lojtarëve në formën e tyre. I presim, kanë rritje shumë, sepse ne shohim edhe parametrat fizik mas lojët dhe gjatë stërvitjes që i monitorojmë, janë rritje e sipër, them që shumë shpejt ata do rrisin te pikat maksimale që të kthehna aty ku ishim pak më në fillim kampionatit ose në fazën e parë. Gjithsesi thash, më gëzon që po shkojnë tek ajo formë që ata kanë pas përpara. Për pikëve sa të pamë edhe një rrithim uriet, agresiviteti, dëshirët të lojtarët për fitu. Këtë agresivitet, dëshirë lojtarët e mi jo se nuk e kanë pas. Por thash, gjendja fizike, mas damtimeve të shumta që kena pas nuk ta lejojnë për me bëha, sepse mendja dhe forca janë 2 gjëra, nuk mundesh me kanë i gatshëm, sado që ti jesh i mushur dhe ti jesh në kokë për me bëj një gjë tillë kur gjendja fizike mungon, atëherë duhet edhe çalojmë. Kështu që sot unë s'kam pas kur dyshimet e dëshira dhe luftat djemve, thash duhet me u pajtu fatit që kishim përpara, me gjitha të dëmtimet që kishim, tash s'na më gjatë të rekuperojmë forcat, sepse kampionati është shumë shpejt. Patet paksa ndryshime në emrat e formacionit, Bismarck nga minuta e parë, Kastrati e nisi nga Stoli. Pikërisht, janë lojtarë që unë kam thënë edhe në fillim kampionatit që këto lojtarë janë gjithsecili për me hime lujt nga fillimi dhe vehem vështirësi, unë shaf cilët janë më mirë gjatë javës, mundona me përshtatë edhe kundërshtarit, kështu që çdo ditë më tepër ata po vinë, çdo ditë më tepër do të vëmë vështirësi që me fut nga fillimi, por gëzohem faktit edhe jam i bindur si unë edhe çdo futbollist nuk e ka të rëndësishme kush lun, kush nuk lun, por të rëndësishme ka kush fiton nesh. Apo e shikon skuadra mundësinë për të ndërhyrë në merkato? Jemi dhe presim. Ishim me një lojtar tjetër pak ditë më përpara, ishte pothuajse kryme, u largu te një ekip tjetër, nuk s'du më dhënë emrin, megjithatë presim edhe një tjetër këtë ditë, edhe merkaton e kemi të hapur. Kjo është e rëndësishme, presim në një që do nga data 20-21-22 presim në lojtar tjetër, gjithsesi duhet jemi të vëmendshëm kemë marrë në lojtar që na shërbejnë. Çfarë parti profesor keni shërbim? Po tash me thonë të drejtën, ne po sulmojmë edhe pjesën e mesit fus sulmit, por edhe një përforcim mbrojtje do ta kishte bë mirë. Dhe diçka tjetër, kolegu juve trajneri Ignatius Tetova pati ankesa për gjykimin. Cili është komendi? Se di, nuk e kam ni, unë di që u bëj loj fair play në tana drejtimet, nuk e di këta ankesat e gjykimit janë bën mod të shtisoj humim. Unë s'pash një gjë që mundem i thonë Albir Biles, nuk e di, e ka gjyku ashtu, unë ta kanë me po ekipin tem, lojtarët e mi. Ndeshja radhës? Well, ndeshje e fort, mas 4 ditëve lusim kundër Dinamos, ekip shumë i mirë, ekip që është aktualisht sot është 1 pikë mas nesh, por mundet nesër me barazum, me fitu, mund t'jena prepator të jena 2 rival direkt që
luftojmë për trofe, do jetë në ishe e fort, do bëjmë maksimumin, ashtu si që ishim sot, bashkum, ashtu do të shkojmë edhe në Tiranë, mandej Zoti e din si me loja. Faleminderit. Faleminderit.